Rovena Stefa dhe Rozana Radi vite më parë kishin një mosdorim mes vete. Si duket dhe nga kjo, Rozana kishte dhënë një intervistë në një emision të Valon Malokut ku tregonte se si e kishte rrahur Rovena Stefan dhe më pas si i kishte dhënë kokra për gjumë, ku më pas ja kishte prerë flokët. Kjo video ka qarkulluar tash disa ditë në rrjet, por Rovena ka zgjedhur që të bëj reagimin e saj kundrejt Rozana Radit, e cila vjen të mbetet brenda Big Brother VIP Albania 4 dhe nuk di asgjë se ç'po ndodh me të jashtë. Rovena kishte shpërndar një video ku shihet Rozana duke folur për të dhe për gjërat që ja kishte bërë, ndërsa në këtë shpërndarje të Rovenës shkruhet: "Kjo është Rozana Radi." Në televizion nacional krenohet se si ka rraf Rovena Stefan, plus pos kësaj e ka droguar me hapa për gjumë për t'i prerë flokët, llumi i industrisë. Nuk dihet a e ka bërë këtë veprem Rovi për ta goditur dhe për t'u hakmarrë ndaj Radit, apo thjesht e ka shpërndar këtë video për arsye emocionale.